Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin edhe sonte në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të pozicionuar tek një lajm që në fakt na ka tronditur ditë me radhë. Ledion Liço dhe Sara Hoxha. Ledion Liço, moderatori I suksesshëm I Big Brother VIP Albania, që publiku e pret me padurim që të mbetet edhe këtë vit moderator, por në qoftë se ne bëjmë një retrospektiv të vogël dhe kthehemi te nata e finales së madhe të Big Brother VIP Albania 4, aty do të gjejmë deklaratën e bukur të Ledionit që thot takohemi tek VIP 5, që në kupton që Ledioni do të mbetet moderatori përbetuar I këtij rrugtimit. Por ajo që në fakt e ka shqetësuar publikun dhe me të drejtë publiku po pyet se çfarë po ndodh mes Ledionit dhe Sarës dhe a do të mbetet Ledion Liço moderator në Big Brother VIP Albania 5, kjo është një pikpyetje e madhe, por edhe një zë shumë I frikshëm që ka ardhur tek publiku. Tani, portalet shkruajnë tituj gjigant, shkruajnë tituj bombastik bazuar nga thënjet që Ledion Liço publikon në story dhe në Instagramin e tij. Ajo që unë di për Ledionin dhe kam arritur të kuptoj është që Ledioni është natyrë njeriu shumë motivues dhe në natyrën e tij, në shpirtin e tij, I preferon dhe në shumicën e rasteve kur ai ka kohën e lirë dhe është I vetëm në atë qetësinë e tij në shtëpinë fantastike që e kanë ndërtuar së bashku me dashurinë e jetës së Sara Hoxhën, lexon dhe kalon momente duke frymëzuar veten nga botime frymëzuese motivuese. Dhe nëse bazohemi tek thënjet e të madhes Grida Duma, do të kuptojmë që ndoshta këto goditje për mos mirënjohjen shkojnë drejt ndonjë ish gazetares që ka funksionuar në televizionin Top Channel dhe mendoj që goditjet nuk kanë të bëjnë me jetën private të Ledion Liço dhe Sara Hoxhës, sepse ato vazhdojnë akoma të ndiqen në rrjetet sociale dhe Sara duke që është shumë e lumtur dhe pikërisht ditën e sotme kishte postuar edhe videon e fundit të Digital, një reklam që fytyr apo ambasador le ta quajmë e ka Ledion Liço. Por unë mendoj që këto thënjet edhe këto goditjet vazhdojnë drejt Arbana Osmanit, sepse edhe Arbana Osmani në emisionin Mi Mbrëma Yje, deri në puntatën e tanishme ka ftuar ca personazhe që në thelb edhe kanë folur për televizionin Top Channel, edhe kanë folur për Portokallin, për shembull ka qenë Florian Bina I cili e quajti keqardhje personazhet të cilët sot janë në Portokalli. Dhe mendoj që televizioni Top Channel ka investuar kaq shumë tek disa personazhe që në thelb I quan mosmirnjohës dhe njeriu I cili do të kishte zërin e fjalës bazuar nga Lori dhe Sara që janë drejtoresha në një kuptim të televizionit të trashëguar nga babai I tyre zotëri Dritan Hoxha. Mendoj që personazhi I cili do të kishte fjalën e fuqishme në këtë mes pikërisht do të ishte Ledion Liço, njeriu I cili do të fliste për të ashtuquajtërën, mirënjohjen, falenderimin, mos mirënjohjen, I dhërimin me atë se çfarë ka ndodhur aty brenda. Nga informacionet që kam unë të sigurta deri më tani është që Ledioni dhe Sara kanë një marrëdhënie jashtëzakonisht të mirë, vazhdojnë të mbeten sikur kanë qenë. Ledioni edhe në Big Brother e ka shprehur hapurazi falenderimin ndaj Sarës sepse pikërisht vitin e kaluar dhe një vit më herët Big Brotheri si kompeticion ishte besuar Sara Hoxhës dhe Sara si producente kryesore kishte bërë një punë të jashtëzakonshme dhe kjo është e dukshme dhe vazhdon të bën një punë të jashtëzakonshme me Big Brother VIP Albania 5, por mendoj që këto thënie të cilat Ledioni poston në storin e tij, ne si analistët të showbizit, të artistëve, duhet t'i shikojmë pak me një sy tjetër, duhet t'i shikojmë pak në një mënyrë më të detajuar për të kuptuar se çfarë Ledioni realisht dëshiron të thotë në ato thënie. Unë mendoj kështu, dua të marr mendimin tuaj.